Mbrëma. Mbrëma, si u kam? Mirë se erdhë sonte nata finale. Si u kam? Mbrëma. Mbrëma të gjithëve. Jemi gati sonte të manifestojmë. Përshëndetje, mirëmbrëma të gjithëve. Kanë qenë 4 ditë të jashtëzakonshme. Sot është dita e 5 e sfidës, do manifestojmë dhe do kemi një meditim shumë të fuqishëm. Përshëndetje, mirëmbrëma. Mirë se erdhët që të gjithë. Në çdo natë që takojmë bashkë, është një natë, është një festë. Është një festë e zemrës, është një festë e shpirtit. Është një festë ku të takohesh me veten tënde të vërtetë. Takohesh me të vërtetën tënde. Përshëndetje, mirëmbrëma të gjithëve. Dhe sa herë mbajni mend, sa herë që ti futesh në meditim, shkon në zemër, lidhesh me të vërtetën tënde, ti e kupton se je i lirë, gjithmonë ke qenë i lirë. Dhe vim, takohemi në këto takimet tona të jashtëzakonshme për të zbuluar, për të rikujtuar faktikisht, sepse ti di gjithçka. Shpirti jo tashmë di të gjitha. Rikujtohemi për dritën tonë, rikujtohemi për forcën tonë. Përshëndetje. Sonte kemi manifestim. A jeni gati? Mbrëma. Po ndryshoj pak muzikën. Mirë se erdhët të gjithë. Sa net të jashtëzakonshme kanë qenë 4 ditë deri tani. Kemi medituar bashkë, kemi krijuar bashkë, kemi sjell ato emocionet e reja, ka qenë e jashtëzakonshme dhe do na marrë malli, sepse kemi krijuar një energji, wow, kaq të bukur. Dhe në fakt është kur ti ngrihesh lart në energji, gjithashtu rikujtohesh për forcën tënde, rikujtohesh për dritën tënde, për energjinë tënde, sepse çdo emocion i ulët negativ është larg vetes tënde. Dhe sa më shumë që ti ringrihesh, fton ato emocionet e reja në trupin tënd, aq më shumë rikujtohesh për natyrën tënde të vërtetë. Dhe natyra jonë e vërtetë, ne kemi ardhur, jemi shpirt i pastër, që kemi ardhur këtu dhe duam të krijojmë, të manifestojmë. Pse? Jo sepse na mungon diçka. Në fakt duket ndonjëherë sikur njerëzit kryesisht duan të krijojnë nga mungesa. Po ne jemi një grup që krijojmë nga një pozicion plotësie. Dhe do krijoni sonte nga një pozicion plotësie. Do bëjmë një meditim për t'u lidhur me burimin, për t'u lidhur me fushën kuantike, do ju tregoj më vonë se si do ta bëjmë tamam. Dhe nga ajo pikë, nga ai moment i lidhjes tënde me burimin, me dashurinë pa kushte, nga ajo pikë i lidhjes tënde me energjinë e gjithë shkaje, do manifestojmë krijimin e ri. Fillimin e ri për këtë pranverë, për këtë vit të ri, se viti i ri, imagjinoj se fillon tani. Deri tani kanë qenë pak testim. Le ta nisim vitin e ri, ta nisim me pranverën, ashtu si ka lezet. Le të lindim edhe ne sërish, le të çelim sërish bashkë me të gjitha ato lule dhe pemët që po dalin tani, sepse dimri është pak, si futesh pak në vetvete, përpunon shumë gjëra dhe momenti shpërtimit është pranvera dhe fillon pasaj shtron atë rrugët për vitin e ri. Pra sot do shtrojmë shinat e reja për vitin e ri. Dhe po i mbyll një moment
komentet për të vazhduar me pjesën e shpjegimit. Dje ju thash që të sillit me vete, të mbani të shkruanit këtë, kartën e manifestimit, sepse do na duhet, do ta përdorim në fillim të meditimit, do ta përdorim këtë. Pra, ju që nuk e keni, mund ta bëni gati, është një vizatim i vogël i vetes tënde. Kjo është vetja jote dhe këtu brenda ka ndjenja të reja. Paqe, dashuri, liri, kurajo, fisnikëri, çlirim, fuqi. Dhe ne, në momentin që ti do ta shikosh, do ta shikojmë para meditimit, kur e shikon, një imazh formohet në lobin prefrontal. Dhe ky imazh që formohet në lobin prefrontal, gjatë frymëmarrjeve, gjatë meditimit, kalon në subconsciencë. Kalon dhe regjistrohet në subconsciencë, pra është teknikë shumë e fuqishme. Kemi bërë bashk frymëmarrje, kemi bërë bashk, kemi sjellë emocione të reja, mbajini mend këto teknika, bëjini edhe gjatë ditës, mos harroni asnjëherë sa shumë veta më kanë shkruar që kanë bërë ato frymëmarrje me të qeshur dhe u vinte edhe për të qeshur dhe gjatë ditës. Është një nga mënyrat më të mira për të sjellë energji në trupin tënd. Sepse ndonjëherë kemi nevojë që ta ngrejmë pak veten. Dhe sot gjithashtu do sjellim këto ndjenja të reja, do t'i sjellim në trupin ton. Do t'i sjellim që në fillim do bëjmë frymëmarrjen, pastaj do bëjmë ato frymëmarrje që merr energji nga lart, do ndjejmë në trupin ton, do futemi, do lëshohemi në hapësirë. Po përpara kësaj, do të tregoj pak për krijimin dhe për manifestimin. Pse është kaq e rëndësishme të krijosh? Pse është kaq e rëndësishme të krijosh? Keni parë se sa shumë pafund mesazhe më kanë ardhur kohët e fundit, shërime të jashtëzakonshme, çlirime emocionale, rasti që tregova, rasti që postova sot, ishte një nën e cila kishte patur shumë vështirësi në jetë. Pafund vështirësi në jetë, e shtypur që në fëmijëri. Dhe i kishin thënë fjalë të cilat, ato fjalë në një farë mënyre, kur je fëmijë, regjistrohen brenda teje. Kishin thënë fjalë që mos ndro, mos bëj këtë, mos bëj atë, e shtypur gjithkohës. Dhe ato fjalë, kur na i thon kur jemi fëmijë, imagjino se si depozitohen në sistemin nervor. Dhe pastaj ato fjalë ajo vazhdon të t'ia thoshte vetes, mos ndro, mos bëj këtë, mos bëj atë, nuk e bën dot këtë gjë, mos shko aty duke shtypur veten. Pra ajo kishte vazhduar ciklin. Atë gjë që kishte bër jati me të, normalisht nuk është puna për të fajsuar sepse aq kanë ditur, aq kanë bër. Dhe atë gjë që kishin, mënyra se si ishin sjell kur ajo ishte fëmijë, ajo vazhdonte të sillej me veten edhe kur ritej. Rreth e rrotull mund të mos kesh as edhe një njeri, mund të mos t'i kesh më njerëzit rreth e rrotull, ata që të kanë dëmtuar, të kanë lënduar. Po nga programimi vazhdon t'ja bësh vetes tënde sikur t'i kesh ata persona brenda te koka. Dhe vazhdon t'ja bësh vetes të njëjtat gjëra. Dhe çfarë bëri ajo? Pra hapi i parë ishte ndërgjegjësimi. E kuptoj, wow, një sekond, po i bëj vetes time të njëjtat gjëra që më kanë bërë, ata që më lënduan. Po kush ishte momenti i transformimit? Ishte çasti kur ajo vuri re, se të njëjtën gjë po ja bënte fëmijëve. Edhe ishte një moment që ajo tha jo, nuk e bëj këtë gjë. Nuk e bëj këtë gjë. Dhe mori një vendim të jashtëzakonshëm. Një vendim nga dashuria. Prandaj them gjithmonë, vendimi për të transformuar, vendimi për të ndryshuar është nga dashuria, do vi nga dashuria. Dhe është e vetmja forcë që të ngrenë në mëngjes. Prandaj, për kë po e bën? Për familjarët mund të tregosh se ndryshimi është i mundur. Për fëmijët mund të japësh shembullin tyre. Për veten tënde të vogël, mund ta bësh për veten tënde të vogël. Për ato fëmijë të vogël që ti ke qenë dhe që gjithmonë priste një hero që ti vinte. Bëu ti heroj. Që ke pritur gjithmonë. Bëu ti heroj.
sepse mund të realizojmë gjithçka. Dhe ajo mori një vendim për transformim, për të ndryshuar. Dhe në çastin që merret vendimi dhe kur bëhet nga dashuria, sigurisht që rruga është e gjatë. Dhe po ta shikoni, tek ai postimi kam listuar, kam shkruar të gjitha ato, se ajo na i shkruti me shkrim dore, po i kam vendosur edhe me shkrim të kompjuterit, që ju mund t'i lexoni. Që mund t'i lexoni se çfarë ndryshimesh ka bërë ajo. Ka patur ndryshim fizik, shërime fizike dhe shërime të thella emocionale. Me një transformim i thellë dhe këtë e bëri nga dashuria. Imagjino se sa shumë ngarkesa, sa shumë lëndime që kishte në trup. Dhe ja doli. Ka mrekulli. Komuniteti jonë është një komunitet i cili punon. Është punëtor, jeni punëtor, jeni të jashtëzakonshëm dhe e bëni nga dashuria. Jam pafund krenare për të gjithë ju, për gjithë punën që po bëni, për gjithë shka që po bëni. Po e bëni për veten, për familjen, për gjithë komunitetin. Dhe po e bëni dhe për komunitetin, sepse kur dikush tregon diçka, të gjithë përfshihen. E thonë, wow, ndryshimi është i mundur. Po do të kuptuar çfarë ka rëndësi. Është e rëndësishme të kuptojmë që përse ajo grua ra në depresion. Cila ishte arsyeja dhe cila është arsyeja që të gjithë që janë në ankth dhe depresion. Përse? Sepse nuk po krijonte. Nuk po krijonte diçka të re. Nuk po bënte diçka të re për veten. Çdo ditë ishte njësoj. Nuk po krijonte, i kishin thënë që ti nuk mund të krijosh, ti nuk mund të kesh ëndra. Dhe nga kjo pastaj shpirti lodhet. Thot, prandaj kam ardhur, unë kam ardhur të krijoj, unë kam ardhur të krijoj. Të bëj gjëra të reja. Të shpreh veten. Prandaj duam të manifestojmë. Qëllimi manifestimit, qëllimi përparimit, të përparoni, të krijoni gjëra të reja, të përjetoni gjëra të reja. Është të përjetoni natyrën tuaj të vërtet. Në krijim ti përjeton shpirtin tënd. Në krijim ti përjeton mrekullinë e jetës, në krijim ti përjeton fuqinë tënde. Se sa çdo ditë të jetë njësoj. Të ngrihesh nga krevati në të njëjtën anë, të shkosh në banjë të njëjtën orë, të shkosh të pish kafe, të bësh të njëjtat gjëra, të shkosh në punë, të flasësh me të njëjtën njerëz, të kthehesh nga puna nga njëjta rrugë, të pish kafe në të njëjtin lokal, të takosh të njëjtat persona, të vish në shtëpi, të bësh të njëjtën rutinë, të flesh gjumë, të ngrihesh prapë dhe pastaj të nis prapë çdo gjë nga fillimi. Edhe shpirti thotë mjaft. Kam nevojë për një ndryshim. Edhe në qoftë se puna është e njëjtë, është okay. Zgjidh një kafe ndryshe, bëj një rrugë të re, bëj diçka të re për veten, bëj vetes një dhuratë, bëj vetes një surprizë, programo diçka të re. Si u thash, ndiqni bekimin. Çfarë impulsesh po vinë brenda teje për të bërë çdo ditë diçka të re. Për të krijuar çdo ditë, për të manifestuar, qoftë edhe një meditim që e bën. Një meditim që e bën dhe manifeston dhe krijon. Ajo ditë nuk është më e njëjta. Nuk është njësoj ajo ditë. Ajo dita që ju meditoni është një ditë ndryshe. Sepse lidheni me hapësirën. Dhe lidheni me atë hapësirë. Pra lëshoni çdo gjë të njohur dhe lidheni me të panjohurën. Dhe kur lidhesh me të panjohurën dhe krijon çdo ditë në meditim, gjithçka ndryshon. Energjia ndryshon, dita ndryshon, jeta ndryshon. Do filloni të shikoni ndryshime në jetën tuaj. Njerëzit do sillen ndryshe me ju do silleni ndryshe, do reagoni ndryshe. Po çfarë ndodhi? Si ndodh ndryshimi? Pra në momenti që kupton që okay, në rregull, atëre do manifestoj, do krijoj, do bëj diçka të re. Hapi parë, përveç se, pa ky do jetë një meditim shumë i fuqishëm. Ky është një meditim shumë i fuqishëm i krijimit. Do t'ju tregoj hapat dhe është një formulë faktikisht, si formulë manifestimi. Po është e rëndësishme të kuptojmë dhe diçka, që brenda nesh, ashtu si ajo gruaj që tregova tek historia, kishte kaluar atë fëmijëri dhe kishin vendosur disa programe. Pra kishin
i kishin shkruar që fëmijë, ti do kesh këto programe, ti do sillesh kështu, ti do jesh kështu, ti do mendosh kështu. Dhe ato programe që i kishin shkruar, ato pastaj drejtonin jetën. Dhe ne kemi nevojë për të ndryshuar jetën, për të transformuar jetën, të ndryshojmë programet. Të ndryshojmë komplet atë program që na është dhënë. Dhe si e bëjmë këtë gjë? Si pasqyrohet programi, si të duket, si shfaqet programi. Si ta ndryshosh? E ndryshon duke kuptuar se si shfaqet. Po si shfaqet? Shfaqet me fjalët që ne i themi vetes, fillimisht. Fjalët që ne i themi vetes. Shfaqet pastaj me mendimet, pra mendimet dhe fjalët mund të jenë njësoj, dhe me ndjenjat. Ne me ndjenjat po punojmë. Po sjellim ndjenjat e reja. Po lidhemi me zemrën, po japim vetes pranim me dëshuri. Nëse ka ndjenjë emocione negative, jepi pranim, jep dëshuri. E lejon të jetë aty. E përqafon fort vetën. Në qoftë se ka fjalë negative ndaj vetes ose mendime negative, edhe mendimet negative janë një lloj komunikimi që ne bëjmë me veten tonë. Atë ndryshojmë ato fjalë. Sepse ato fjalë janë nga e kaluara jo, dikush na i ka thënë. I ndryshojmë ato fjalë, marrim vendim të fuqishëm, i ndryshojmë ato fjalë. Dhe këtu nis aventura jote. Këtu nis krijimi jot i ri. Fillimet e reja, këtë pranverë. Nisin duke i folur vetes ndryshe. Nisin duke kapur çdo mendim që nuk të shërben për krijimin e ri, duke e kapur, duke i thënë, hajde urdhëro, vazhdo, ktheu ande nga erdhe, sepse këtu nuk të pranojmë, bëhuni si rojtar. Ti po ndërton kështjellën tënde të ëndrave, krijimin tënd më të bukur, dhe kështjella jote e ëndrave, kështjella jote pranon vetëm mendime pozitive, vetëm fjalë inkurajuese, vetëm fjalë që shprehin tifozlik për ty. Këtë pranon kështjella jote. Se po ndërton kështjellën tënde të ëndrave, shtëpia jote e re. Po krijon brenda teje shtëpinë tënde të re. A këtë kështjellën tënde mbretërore. Dhe porta nuk hapet për çdo gjë. Nuk hapet porta për çdo mendim, nuk hapet porta për çdo ndjenjë. Vjen një mendim, hajt ktheu ande nga erdhe. Pra do filloni të bëni një listë, si u thash që në fillim, çfarë do pranoni dhe çfarë do ktheni mbrapsht nga dera. Çfarë do t'i thoni, cilit mendim do t'i thoni ktheu ande nga erdhe. Bëni një listë. Dhe shikoni, lexoni, sepse ne po flasim sot për një ndryshim të thellë të programit. Dhe kjo ka të bëjë me ndryshimin e imazhit. Pra është ndryshimi i imazhit, e kemi shkruar është në faqen 68, ndryshimi i imazhit, pra tek libri Krijoj jetën e re, libër ditari, dhe aty çfarë kemi vendosur? Kemi vendosur një tabelë. Pra kjo është shumë e rëndësishme kjo tabela. Kjo tabelë tregon nga një anë imazhi i vjetër dhe cilat janë mendimet e imazhit të vjetër. Dhe nga ana tjetër është imazhi i ri. Dhe cilat janë mendimet e imazhit të ri. Pra në qoftë se gjatë ditës të vinë mendime, ndjenja të caktuara dhe ti i përcakton, do t'i përcaktoni. Do t'i vendosni te kolona, do t'i kategorizoni, sepse kjo është njohja e vetvetes. Pra fillon procesin e njohjes së vetvetes. Ky është proces, këtu nis procesi i transformimit. Dhe pra i vendosni në një kolon. Në një kolon mendimet dhe që ju vinë që në rregull thua. Kjo është e vetes së vjetër. Pastaj thua në rregull, po mirë ky mendim. Si do mendonte vetja ime e re? Vetja ime e re këtë mendim, si do të transformonte? Dhe shkruan pastaj te kolona tjetër. Dhe në këtë formë fillojmë të riprogramojmë ne veten tonë. Të vendosësh ti ato programet brenda teje në trupin tënd. Ky është kompjuteri jot. Është kompjuteri jot. Mos lejo botën të programoj, sepse në qoftë se ne
nuk programojmë veten, bota do na programoj. Trupi gjithsesi është i programueshëm. E ka këtë karakteristikë. Është i programueshëm. Hap televizorin, të programon. Shkon një reklam, të programon. Shikon, dëgjon një gjë, të programon. Pra çdo gjë na programon. Në qoftë se merr vendimin ti, se çfarë do të programoj. Në qoftë se ne e lëm fare dhe nuk e programojmë veten fare, jemi produkt i botës. 100%. Dhe automatikisht, dhe të thuash që jo se mua nuk më programon asgjë. Janë bërë kërkime. Janë bërë kërkime dhe janë vendosur njerëzit përpara televizorit. Dhe kanë thënë shiko se ne do të masim valët e trurit edhe do shikojmë se sa shpejt kalon në hipnozë. Jo, thanë ata, se kaloj në hipnozë nuk më ndikon më televizori. Dhe e dini se sa shpejt kaluan në hipnozë. Pas sa kohë ata kaluan në hipnozë? Pas 16 sekondash. 16 sekondash, truri direkt kaloi në hipnozë. Dhe çdo gjë që po shikonin aty te televizori po regjistroi. Edhe që e dinin. Prandaj shumë e rëndësishme që ne ta programojmë veten dhe mos u dekurajoni qoftë se ke çdo lloj shqetësimi, nëse ke mendime negative, ankth, depresion, mos u dekurajo dhe të thuash që pse i kam. Ndonjëherë në kohët e sotme është përhapur shumë dhe arsyeja është sepse po bombardohemi nga të gjitha anët, lloj-lloj lajmesh, lloj-lloj programesh, lloj-lloj mënyrash se si bota kërkon të na programoj, lloj-lloj mendimesh nga bota, lloj-lloj kufizimesh, pra absolutisht mos u ndje në faj. E rëndësishme është që të marrësh fuqinë sërish te vetja. Të marrësh sërish fuqinë te vetja, sepse nuk mund t'ja lësh veten botës. Po ja le veten botës, ashtu përfundon. Po ta marrësh fuqinë te vetja, ta programosh veten, të ngrihesh në mëngjes. Të bësh ato frymëmarrjet, çk, të bësh ta shkundësh çik trupin, ta shkundësh veten. Të sjellësh ato ndjenja që ti do të sjellësh. Ti jesh falënderos. Thuaj 3 gjëra që je falënderos. Për çfarë je falënderos? Çoje vëmendje të falënderimit. Dhe pastaj gjatë ditës bëhu i ndërgjegjshëm. Çfarë po mendon, kategorizoje. Dhe merr vendim të ndërgjegjshëm se çfarë do mendosh. Okej, në rregull, ndjenjat janë automatike. Prandaj meditojmë, prandaj bëjmë këto ushtrime, prandaj japim vetes pranim me dashuri për të zbutur ndjenjat në fillim dhe për të riprogramuar pastaj. Dhe është e mundur, absolutisht. Çdo gjë është e mundur. Sidomos kur ti ndërgjegjësosh dhe thua, frika nuk është reale. Mendimet e mia nuk janë të mijat. Nuk janë mendimet e mia. Nuk janë ndjenjat e mia. Je shpirt i pastër. Thjesht janë programe brenda teje dhe mund të ndryshosh, mund të transformosh. Bëje për veten tënde të vogël. Bëje për atë fëmijën 5 vjeç që pret një hero. Ti je heroj për të. Bëje për familjen, bëje për fëmijët, bëje për hir të dashurisë. Bëje për burimin, për çdo gjë që ti ke brenda teje dashuri. Dhe tani, sepse krijimi është i mundur, jemi në këtë botë dhe shumë gjëra nuk na janë thënë. Nuk na është thënë që jemi energji e pastër, nuk na është thënë që mund të riprogramojmë veten, nuk na është thënë që mund të çlirojmë veten. Nuk na është thënë që jemi kaq shumë të aftë për të krijuar. Nuk na është thënë. Ti ke mundësi të krijosh, sepse në zemrën tënde ti je i lidhur me burimin, ti je i lidhur me gjithë shka që ekziston. Brenda teje, zemra jote
në thellësi të qenies tënde dhe sonte do futemi në thellësi të qenies tënde. Do shkojmë përtej sonte, do shkojmë përtej programeve, sepse për të transformuar kemi nevojë të shkojmë përtej mendimeve, përtej ndjenjave, përtej gjithçkaje. Të shkojmë në një hapësirë ku është qenia jote vërtet. Në një hapësirë. Pra, sonte do shkrihemi në hapësirë dhe po ju shpjegoj diçka për këtë. Është fusha kuantike. Një nga aspektet e punës tonë, që bashkë me Marvinin punojmë shumë me këtë, është shkrirja e ndërgjegjes së njeriut në meditim me fushën kuantike. Tani çfarë është fusha kuantike? Pse është kaq e rëndësishme? E para është që shkrirja në këtë fushë të ndihmon të shkëputesh nga e kaluara. Të ndihmon të shkëputesh nga mendimet e vjetra, nga ndjenjat e vjetra, nga personaliteti i vjetër, nga programi i vjetër. Dhe kur futesh aty, diçka e jashtëzakonshme ndodh. Sidomos kjo ndihet në për evente, në sallë, kur njerëzit janë në sallë dhe fillon meditimi, e ndjejnë që janë në fushën kuantike. Ajo sallë bëhet fusha kuantike, ajo sallë bëhet një vend krijimi pastër. Dhe njerëzit e ndjejnë atë gjë. Çfarë është tani fusha kuantike? Është një fushë plot me frekuencë, një fushë me energji. Dhe në këtë fushë, në fushën kuantike, sipas shkencëtarëve, pra është një fushë kuantike e cila është studiuar shumë edhe nga shkenca dhe normalisht që ka shumë aspekte të cilat ende nuk janë të studiuara plotësisht, po shkencëtarët janë shumë kurioz për këtë fushë, sepse është diçka në qoftë se ti heq çdo gjë materiale, largon njerëzit, largon sendet, largon objektet, largon edhe konceptin e kohës, çdo vend nuk las një gjë, boshllëk, është zbuluar se nuk është boshllëk, po është plot me energji, plot me frekuenca. Dhe këto janë frekuencat e krijimit. Kjo është energji krijimi. Imagjinoni si val që krijojnë. Dhe ndërgjegja jonë ka aftësinë të lidhet me këto val, të lidhet me këtë energji. Ndërgjegja jonë ka aftësinë të lidhet me to. Po sot do bëjmë diçka plus, do bëjmë diçka të veçantë, pra do bëjmë diçka më shumë. Sepse zakonisht jemi futur në meditim, jemi lidhur me burimin, jemi lidhur me frekuencat dhe kemi manifestuar. Sot, ajo që do bëjmë është që përveç se do futemi në fushën kuantike, do shkrihemi, do lëshojmë komplet aty, pra unë po ja do të tregoj me hapa, pra përveç se do shkrihemi komplet me të, e veçanta është që ne do bëhemi fusha kuantike. Pra do bëhemi gjithë frekuencat e krijimit. Do imagjinoni dhe do ndjeni se ju jeni frekuencat e krijimit. Dhe kjo është diçka, pra po ja u them sot, sepse dua që të filloni të krijoni ato rrjetet e paranervore për të ndjerë se ju jeni fusha kuantike, se jeni frekuenca, se jeni hapësira, se jeni gjithçka. Dhe në këtë pikë, pra kjo është pika maksimale, ku po ja dole që ta ndjesh vërtet, normalisht që do praktik për të shtruar ato rrjetet nervore, dhe kur ja del, krijimi është i menjëhershëm, manifestimi është i menjëhershëm. Pra cilat do jenë hapat sot? Hapat, në fillim fare, do bëjmë frymëmarrjen, dhe kjo është frymëmarrja 4-4-4. Pra do marrim frymë për 4 sekonda, do e mbajmë për 4, do e lirojmë për 4 sekonda, do e mbajmë për 4 sekonda. Pra box breathing është. Është normalisht për të sjellë më shumë paqe, më shumë qetësi, por gjithmonë do ta imagjinojmë që kur marrim frymë, sillim energji të re brenda nesh. Dhe kur e nxjerrim frymën, nxjerrim të vjetrën, nxjerrim energjinë e vjetër. Dhe pastaj
do bëjmë ato frymëmarrjen, do marrim energji nga lart, do marrim ndjenjat, do sjellim ndjenjat e reja, do i sjellim nga lart, do i sjellim në trupin ton. Dhe kjo është një frymëmarrje energjike, është shumë energjike dhe këtu ja këshilloj ta bëni gjithmonë. Pra merr ndjenjat e reja nga lart. Ndjenjat e reja do t'i përcaktojmë nga kjo karta. Pra këtë kartën e manifestimit merreni tani, sepse unë do mbaroj shpjegimin e meditimit, do nisi me meditimin. Pra merreni dhe ta keni këtu përpara, sepse do ta shikojmë përpara se të nisi meditimin, edhe pastaj do ta lëm aty përpara, ta keni përpara jush. Dhe pasi të sjellim ndjenjat e reja, do qëndrojmë pak me pëllëmbët sipër, t'i vendosim te këmbët dhe do ndjejmë komplet që vinë, do presim ndjenjat e reja. Dhe kësaj radhe do t'i ndjejmë si plur magjik. Do t'i ndjejmë si shkëndia, si xixa të vogla, si xixa ose si yje të vegjël që vinë në trupin tënd. Pra do e bëjmë sërish këtë lloj frymëmarrje, do depërtojnë pastaj ato ndjenja në gjithë qelizat dhe pastaj do lëshojmë në zemër. Dhe nga zemra pastaj, sepse ju keni punuar shumë, punuam këtë javë me hapjen e zemrës, me shërimin e fëmijës së brendshëm, punuam me pranimin e pjesëve tona dhe tani jemi të ndërgjegjshëm që çdo gjë brenda nesh, në qoftë se ka diçka që del, thjesht i pranim, jep dashuri dhe e lë të shkojë. Pranim, dashuri e lë të shkojë. Sepse kuptojnë që janë programe të vjetra, thjesht duan pranim dhe dashuri, janë lëndime nga e kaluara, ka nevojë për pranim dhe dashurinë tënde dhe i lë të shkojnë. Thua një sekond se tani jam i fokusuar, do lëshojmë në fushën kuantike. Dhe në çastin që sa më shumë fëmia i brendshëm është i parë që e sheh, e pranon, je aty për të, aq më shumë trupi të lejon të manifestosh gjëra gjithmonë më të mëdha. Pra, ne gjithmonë procesi i shërimit, procesi është në vazhdimsi, sepse në varësi të gjërave që duam të krijojmë, të manifestojmë, gjithmonë ka një fëmijë të vogël të brendshëm që e nxjerr kokën kështu çik, edhe thot po mua do më pranosh dhe jep shëron veten tënde, jep pranim dhe dashuri asaj pjesë tëndes. Dhe aty pastaj mund të ngjitesh më lart. Sepse ai fëmijë i vogël gjithmonë do kërkoj që ti prit një sekond mos u ngjit kaq lart. Hajde edhe për mua, më merr dhe mua. Pra gjithmonë në çdo shkallë që ne ngjitemi, marrim me vete dhe fëmijën tonë të brendshëm. Marrim me vete dhe veten në një farë mënyrë shërojmë pjesë të vetes tonë, integrojmë pjesë të reja të vetes tonë. Pra është spirale. Shërimi, çlirimi, përparimi është gjithmonë një spirale. Dhe çfarë bëjmë tani? Do futemi në fushën kuantike. Do lëshohemi si ndërgjegje pathun këtu. Unë këtu kam vendosur 2 sy që janë të mbyllur. Dhe tu do imagjinosh që ti je ndërgjegje pastër. Pra je komplet në hapësirë, nuk ka asgjë, nuk ka kohë, nuk ka sende, nuk ka objekte, je vetëm ti. Pra je në një fushë infinite energjie. Dhe këtu do ju them ndjeje energjinë, ndjeje pranin e frekuencave dhe ndjeje burimin dhe do lidhemi me burimin. Një burimi është inteligjencë infinite, është dashuri universale, dashuria pa kushte. Nuk ka rëndësi se ku besoni, burimi, do lidhemi me të, është energjia më e lartë që ekziston, frekuenca më e lartë që ekziston, do lidhemi me të dhe të ndjeni të mbështetur, të ndjeni të përqafuar nga dashuria pa kushte. Dhe pastaj, dua që të bëheni një, pasi keni ndjerë frekuencat, keni ndjerë energjinë, ju do bëheni vetë energjia. Pra, mund të imagjinoni këtë gjë, si një pikë uji që bie në oqean dhe bëhet oqeani. Pra ne do jemi ajo pika e ujit që bie në oqean dhe bëhet gjithë oqeani. Dhe oqeani janë frekuencat e krijimit. Është gjithçka që ekziston.
Dhe gjithashtu është zbuluar edhe se është pikërisht kjo energji që ne do bëjmë sot, që i jep filles krijimit. Pra kjo energji i jep filles krijimit, dhe ti që të krijosh ti bësh energji. Shkrihesh me energji. Ishte parë se kishin bërë analiza dhe shumë veta për shembull energjia rreth rrotull tyre, ishte matur energjia rreth rrotull trupit të personave dhe pastaj ishin ndikur personat në kohë. Dhe ishte parë se në fakt në qoftë se tek energjia rreth rrotull tyre kishte diçka, pra kishte thyerje ose kishte deformime të caktuara, atëherë me kalimin e kohës ato të pastaj kishin ndodhur edhe tek trupi i tyre. Po në qoftë se kishin rregulluar energjinë rreth rrotull, atëherë edhe trupi i tyre ishte shëruar. Kështu që ajo që kanë zbuluar se është energjia elektromagnetike rreth rrotull, e cila përcakton pastaj natyrën e materjes, të trupit, të objekteve, të çdo lloj gjëje. Pra çdo gjë që ne na duket e prekshme tani, është produkt i kësaj energjie. Çdo gjë është produkt i kësaj energjie. Pra, do krijojmë rrjete nervore që ne jemi kjo energji. Dhe ndërgjegjja jote mund të shkrihet absolutisht. Mund të shkrihet me këtë energji. Dhe nga kjo pikë pastaj, ku ju jeni kjo energji, aty do shikoni jetën tuaj të re. Aty do manifestoni, aty do krijoni. Dhe kjo sonte do jetë shumë e fuqishme. Është një meditim shumë i fuqishëm. Pra do bëhemi komplet energjia. Ta mbyllim fuqishëm sot me një meditim shumë të thellë. Atëre a ju kam gati? Unë po rregulloj pak muzikën. Atë do ta bëjmë ulur. Në trajnim e ndjejmë shumë energjinë, po është e vërtet, është shumë e vërtet. Në trajnim po punojmë shumë me fushën kuantike. Shkrihemi në fushën kuantike, kapim frekuencat dhe po ndodhin mrekulli në trajnim. Ka ndodhur mrekulli në trajnim. Është në përfundim tani trajnimi dhe po i nxjerr ato vlerësimet një nga një, ka ndodhur mrekulli. Jam shumë e lumtur. Edhe diçka të fundit, për ju që do vini në retreat, të gjithë përgatisni nga një kartë. Përgatisni nga një kartë sepse ajo që do bëjmë është do regjistrojmë ndjenjat, to ndjenjat do t'i regjistrojmë në trup. Kemi shumë teknika të reja për regjistrimin e ndjenjave në trup. Dhe pra e keni si detyrë të gjithë ju që do vini në retreat, shkruajni këto ndjenjë, bëjni këtë kartën, shkruajni ndjenjë në trup tek karta dhe keni për të përjetuar mrekullinë. Dhe diçka që ne bëjmë, përveç se gjëra të cilat mendoni që janë okay, të arritshme, dua që të shkruani dhe përjetime shumë të thella. Shkruani dhe përjetime shumë të thella. Përjetime si hapje zemrës, qërim i trupit, pra çdo gjë që juve ju duket ndoshta edhe pamundur, shkruajini. Shkruajini sepse kur ne mblidhemi, ndodh e pamundura. Kur ne mblidhemi, ndodh mrekullia. Kur ne mblidhemi, gjithçka ndodh. Dhe janë përjetime të thella mistike.
atëre. Kjo karta që kam bërë, ja kam dërguar te grupi. Te grupi edhe në Telegram dhe te Instagrami. Aty ku dërgoj afirmimet. E keni aty. Atëherë. Sukseset të gjithëve në manifestim. Tani do nisim. Pra merr një kartën. Dhe dua që ta shikoni pak. Dua që ta shikoni pak këtë kartë. Ta shikoni pak dhe shikoni se ky je ti. Dhe shiko fjalët që ke shkruar. Të janë ndjenja. Regjistroj imazhi krijohet tek lobi prefrontal. Truri po krijon një imazh tani. Dhe këto ndjenja janë brenda teje. Këto ndjenja që ke shkruar janë brenda teje. Ky je ti. Dhe mbaj mend tani që do nisim me meditimin. Këto ndjenja do sjellësh në trupin tënd. Këto ndjenja do sjellësh brenda teje. Do i ftosh me pranim, me dëshuri. Do i lejosh të regjistrojë. Atëherë mund ta lësh kartën një moment përpara teje. Lëre përpara teje. Dhe nisim tani. Nisim me frymëmarrjen. Me çdo frymë që merre me hund, ndjej energji të re që vjen tek ti. Dhe kur ta lirojmë me gojë. Dhe liro çdo energji që nuk të shërben më. Fillojmë. Merë frymë thellë, brenda, 1, 2, 3, 4, mbaje, 1, 2, 3, 4, liroje, 1, 2, 3, 4, mbaje, 1, 2, 3, 4, merë frymë thellë, 1, 2, 3, 4, mbaje, 1, 2, 3, 4, liroje, 1, 2, 3, 4, mbaje, 1, 2, 3, 4, tani merë frymë thellë, 1, 2, 3, 4, mbaje, 1, 2, 3, 4, liroje, 1, 2, 3, 4, mbaje, 1, 2, 3, 4, merë frymë thellë, 1, 2, 3, 4, mbaje, 1, 2, 3, 4, liroje, 1, 2, 3, 4, mbaje, 1, 2, 3, 4, merë frymë thellë, 1, 2, 3, 4, mbaje, 1, 2, 3, 4, liroje, 1, 2, 3, 4, mbaje, 1, 2, 3, 4, merë frymë thellë, 1, 2, 3, 4, mbaje, 1, 2, 3, 4, liroje, 1, 2, 3, 4, mbaje, 1, 2, 3, 4, merë frymë thellë, 1, 2, 3, 4, mbaje, 1, 2, 3, 4. Tani, vazhdo të marrësh frymë me ritmin tënd, dhe do marrim energji nga lart, do sjellim ndjenjat e reja nga lart. Të gjitha këto ndjenja që shënove te karta, do i sjellim nga lart. Dhe do vinë tek ti, si një plur magjik, si xixa, si diçka e cila që shndrin, si yje të shndritshme, të arta. Forca, fillojmë, merë frymë thellë, dhe sillë, duke liruar frymën me gojë. Forca, më ndiq mua.
Ndjej emocionet e reja, ndjej ndjenjat e reja, po vinë tek ti. Çfarë po sjell? Dëshurinë, lirinë, çlirimin, lehtësimin, fuqinë, guximin. Tani mbaj pëllëmbët kështu. Lart, vendosit e këmbët, relakso. Dhe lejoj ndjenjat e reja të lëshohen tek ti. Të lëshohen tek ti. Përjetoj, ndjej. Ndjej ndjenjat e reja, ndjej dëshurinë. Si vjen tek ti, lëshohet tek ti. Si një plur magjik. Ngjyrari që shkëlqen, po bie nga lart, po vjen në trupin tënd. Po depërton në qelizë. Është dashuri pa kusht. Lumturi. Gëzim. Lehtësim. Çlirim. Çfarë po ndje? Çfarë po sjell? Çfarë more? Lejoj të depërtoj në çdo qelizë. Ndjeje çdo qelizë si mbushet plot me jetë. Forca edhe një herë, marrim sërish nga lart dhe i sjellim në trupin ton. Fillojmë, merr frym thellë dhe liroj frymën duke i sjell në trupin tënd. Forca, më ndiq mua. Sillni ndjenjat e reja. Guximin, kurajon, vullnetin, qëndrueshmërinë, forcën, fisnikërinë. Dëshurinë, falënderimin. Silli në trupin tënd. Çfarë po sjell? Çfarë po sjell? Çfarë po merr? Lejoj të vinë, edhe pak. Tani relakso me duart lart, me pëllëmbët lart. Dhe ndjej si një plur magjik që po zbret nga lart. Ngjyrari që shkëlqen. Zbret në trupin tënd. Ndjeje brenda teje. Shijoj në zemrën tënd. Dëshurinë, paqe, lumturi. Dhe ndjeje si përhap këto ndjenja, si vijnë nga lart, si një plur magjik. E depërtojnë në çdo qelizë tënde. Mbushin çdo qelizë brenda teje, mbushin plot. E mbushin me jetë. Me një jetë të re. Me ndjenja të reja, po vinë tek ti. Po vinë tek ti. Liria, çlirimi, lehtësimi. Shijoj brenda teje, paqe, fisnikëria, guximi, kurajo. Shijoj brenda teje. Tani relakso edhe më shumë. Relakso edhe më shumë. Relakso në zemrën tënd. Lësho në zemrën tënd. Shijoj energjinë e re brenda teje në zemër.
Ndjeje zemrën tënde. Vazhdo të marrësh frym nga dalë, brenda dhe jashtë, me ritmin tënd. Dhe shijoj zemrën tënd, prano me dëshuri. Dhe futu thellë më thellë në zemër. Ndjeje fortën e saj. Ndjeje fuqinë e zemrës tënd. Ndjeje pasionin brenda në zemrën tënd. Lejoje zemrën të ndëroj sërish. Lejoje zemrën të krijoj, të ndjej, të shijoj. Lejoje zemrën tënd. Dhe futu thellë më thellë brenda teje. Prano me dëshuri zemrën tënd. Lësho në zemër është një hapësirë plot dashuri. Lësho në të. Dhe imagjino tani ndjej se je në një hapësirë infinite. Je në një hapësirë pa fund. Je në pafundësi. Imagjino se ka hapësirë brenda teje dhe rreth e rrotull teje. Imagjino se nuk ka asgjë. Nuk ka sende, nuk ka objekte. Nuk ka planet. Nuk ka kohë. Madje edhe trupi jot është shkrirë komplet në grimca të vogla. Është bërë transparent. Dhe ti je ndërgjegje pastër. Në një hapësirë infinite. Dhe në këtë vend ka vetëm energji. Në këtë vend je vetëm ti. Dhe këtu nuk ke as të kaluar, as të parashikuar për të ardhmen. Nuk ke parashikime të njohura nga e kaluara. Nuk ke ide të vjetra, nuk ke besime të kufizuara. Nuk janë më mendimet e vjetra. Ndjenjat e vjetra nuk janë më këtu. Këtu je vetëm ti. Madje edhe pa emër. Je ndërgjegje pastër. Je ndërgjegje pastër. Dhe po lëshohesh në hapësirë. Je ndërgjegje pastër në boshllëk. Në hapësirë dhe po futesh thellë më thellë. Si ndërgjegje pastër, po e ndjen tani, po ndjen frekuencën, po ndjen energjinë. Dhe po lëshosh, ka energji pa fund. Ka frekuenca krijimi. Frekuencë. Mi frekuenca pa fund. Bëu i ndërgjegjshëm për to. Bëu i ndërgjegjshëm për energjinë. Ka energji pa fund. Dhe ndjej në këtë moment. Ndjej një energji të madhe rreth rrotull teje, ndjej një energji të madhe rreth rrotull teje.
është burimi. Lidhu me ta. Thire burimin. Bëhu një me ta. Bëhu një me burimin. Lësho në të ndjej një energji të madh, të mbështjell komplet. Është burimi. Je në krahët e burimit. Është dashuri pa kusht. Është një dashuri e madhe që të mbështjell. Lësho në ta. Shkriu në ta. Shkriu krejt në krahët e dashurisë. Lësho në ta. Je një me burimin. Lësho në ta. Shijoj. Je në krahët e dashurisë infinite. Burimi është me ty. Është brenda teje dhe rreth e rrotull teje. Shijoj. Tu je i sigurt, je i mbrojtur. Dhe në këtë moment, imagjino se shkrihesh, lëshohesh edhe më shumë. Në këtë moment, imagjino se shkrihesh si një pikë uji në oqeanin e frekuencave. Shkrihesh si një pikë uji në oqeanin e energjisë infinite. Lësho. Dhe imagjino se shkrihesh komplet në gjithë fushën e energjisë. Shkrihesh komplet në gjithë fushën infinite të frekuencave. Janë frekuencat e krijimit. Imagjino se shkrihesh krejt me to dhe bëhesh një me to. Ndjej se ti je fusha kuantik. Ti je kjo fushë. Ti je kjo energji. Ti je gjithë frekuencët. Imagjino se ti je kjo fushë infinite. Ti je kjo energji. Ndjej, qëndro aty. Qëndro aty. Ti je fusha kuantik. Je fusha infinite e krijimit. Ti je krejt frekuencat e krijimit. Je gjithçka. Je gjithçka. Dhe në këtë moment, në këtë çast, në këtë moment, imagjino një skenë nga jeta jote e re. Imagjino një jetë të re, një fillim të ri. Shiko përpara teje krijimin e ri, si del nga kjo fushë, del nga këto frekuencë. Shikoj. Shikoj e jetën tënde të re, shiko. Çfarë po ndodh? Shikoj e jetën tënde të re. Po krijon. Po ndodh në fushën kuantike. Ktu ka mundësi pafund, ka krijime pafund. Shikoj jetën tënde të re. Frekuencat i dhan formë, i dhan jetë. Energjia i dha jetë jetës tënde të re. Po ndodh tani. Po ndodh.
Shikoj. Përjetoj e shiko se çfarë ka ndodhur. Shiko veten tënde të re. Me ndjenja të reja, me mendime të reja. Si po bën veprime të reja. Shikoj. Çfarë po ndodh? Çfarë njerëz diçka, shiko si të festojnë. Shiko si po feston. Shiko shkëlqimin në sytë tu. Shiko lehtësimin në tru, fuqin, fisnikërin. Si po ecën, si po sillesh, si po ndihesh. Lësho. Shikoj e këtë skenë. Po ndodh tani. Ti je fusha kuantika. Ti je frekuencët e krijimit. Janë këto frekuenca që po e sjellin në jetë. Po e sjellin në jetë këtë skenë. Dhe shiko si bëhet gjithmonë më i gjallë. Shiko si kthehet në një film. Në një film. Shiko si ngjyrat bëhen të ndezura. Ndoshta mund të dëgjosh tinguj. Ndoshta mund të dëgjosh dhe të shohësh më shumë lëvizje, më shumë ngjyra. Shiko si bëhet kjo skenë e gjallë. Ndoshta mund të nuhasësh diçka, mund të prekësh diçka. Shiko si vjen në jetë. Kjo skenë vjen në jetë. Po fillon ta shijosh, ta dëgjosh, ta ndjesh, ta prekësh. Imagjino se futesh brenda. Futesh brenda në këtë skenë. Dhe shkon drejt te vetja jote e re. Shkon te vetja jote e re, shkon me vrap te vetja jote e re. Dhe e përqafon fort. Thua erdha, jam gati. Vetja jote e re të falenderon. Falenderon për gjithë punën që po bën. Të thot jam krenar me ty. Jam krenar me ty. Gjithmonë kam qenë. Dhe të dua pa fund. Të dua pa fund. Dhe është dashuria. Është dashuria që më krijoi. Dashuria jote më krijoi. Dhe unë të dua pa fund. Faleminderit. Faleminderit që zgjodhe dashurinë. Dhe faleminderit që më krijove. Tani ekzistoj. Dhe kthehet të dritë të pastër. Kthehet të dritë të pastër dhe depërton brenda teje. Depërton në trupin tënd, dhe çdo qelizë të trupit tënd. Dhe çdo qelizë të trupit tënd. Merë një jetë të re. Ti fillon dhe kthehesh nga fusha kuantike, si një trup i ri. Si një trup i ri me qelizat të reja, komplet i ri. Dhe je brenda në jetën e re. Je brenda në jetën e re. Ka ndodhur. Gjithçka ka ndodhur. Ja dol. Ndjeje në çdo qelizë tënde. Janë të gjitha ato ndjenja të reja, janë ato që soll brenda tej. Është dashuria, liria, kurajoja, fisnikëria, dashuria, falenderimi. Është paqja, çlirimi, fuqia, vullneti, lehtësimi. Sa jetë ka tani brenda tej.
sa jetë ka brenda te. Shijoj. Shijoj. Dhe falendero. Buzëqesh dhe falendero. Krijimi ka ndodhur. Shijoje në trupin tënd. Ndjej çdo qeli si buzëqesh. Buzëqesh. Sepse e di se po jeton në një jetë kompletëre. Fillimet e reja, të presë, surprizë, aventurë, një jetë plot mrekulli. Është përpara teje. Tani nga dal, kur t'jeni gati, mund të hapni syt në një botë të re. Si njeri, krejt i ri. Ja dollë. Ja dollëm, grupi, ja dollëm. Ja dollëm plotësisht. Tani nga dal, ndërkohë që hapni syt, vendosni duart në zemër. Vendosni duart në zemrën tuaj dhe bekoj. Bekoj e zemrën. Bekoj e zemrën me dëshuri. Bekoj e trupin në shëndet të plot. Bekoj e mendjen tënde në liri. Bekoj e shpirtin tënd. Le të krijoj ky shpirt, le të krijoj ka ardhur të krijoj. Dhe bekoj e jetën tënde në transformim. Ja dolëm të gjithë bashk. Dhe dërgoj një bekim. Dërgoj një bekim për gjithë grupi. Dërgoj një bekim për grupi, që zemra të hapë, që trupa të shërohen, mendje të lirohen dhe jetë të transformohen. Dërgoj një bekim nga zemra për gjithë grupi. Dhe tani dua të pranosh. Tani mund të pranosh. Pranoj bekimet tonë. Pranoj bekimet tonë. Në zemrën tënde ndjej bekime, po vinë për ty. Po vinë për ty bekime, nga zemra jonë, te zemra jote. Që zemra jote të hapet. Që trupi jote të shërohet. Që mendja jote të lirohet. Dhe jeta jote të transformohet. Bekim për fillimet e reja të pranverë. Bekime për ty. Bekime për ty. Bekime për gjithë grupi. Jeni të jashtëzakonshëm. Jeni fantastik. Ndjeje në zemrën tënde. Dhe shijoj e këtë ndjenjë, shijoj e gjithë shka që krijuam bashk. E nisëm të rukëtim. Me sinceritet. Dhe erdhëm deri këtu dhe po e vazhdojmë gjithmonë. Mbaj mend të ëndrrën tënde, mbaj mend ndjenjat e reja. Mbaj mend se ka jetë gjithmonë. Dhe ka mrekulli gjithmonë. Vazhdoni punë. Unë jam krenare me ju pa fund. Jam krenare për çdo gjë që keni bërë dhe po bëni deri tani. Dhe jam krenare për mrekulli që po krijojmë. Bashk po krijojmë mrekulli. Sepse po krijojmë gjëra që nuk janë parë deri tani. Njerëz që po shërojnë trupin, njerëz që po ngrejnë veten nga humnerat më të thella. Njerëz që po ngrihen, që po transformohen. Dhe po vazhdojnë. Dhe njerëz që po vazhdojnë
edhe ata që ende nuk kanë manifestuar, po vazhdojnë me besim, po vazhdojnë me vullnet, me një vullnet më të madh se gjithçka. Ju jeni forcë, ju jeni krijim, ju jeni dritë. Prandaj, vazhdoni të krijoni. Vazhdoni të krijoni. Po sjellim mrekulli. Një komunitet që po rritet gjithmonë më shumë dhe po sjellim të jashtëzakonshme. Sepse të gjithë ju po te kaloni vetëm, të gjithë ju po bëni të mbi natyrshme. Sepse është e natyrshme, është e zakonshme të mërzitesh, të flasësh keq vetesh, është e zakonshme, të gjithë e bëjnë. Po ju po bëni diçka që nuk e bën çdo kush. Dhe kjo është fisnikëria. Po zgjidhni dashuri. Ju falenderoj nga zemra. Dhe në emër të gjithë grupit, sepse ne jemi ata që ngrejmë njëri tjetrin, mbështesim njëri tjetrin, shërojmë njëri tjetrin. Dhe stërvituni me këto frymarrje, stërvituni të sillni ndjenjat, stërvituni me kartat, mbajini mend. Dhe diçka edhe për ata që do vinë në retreat, stërvituni me fushën kuantike, stërvituni të shkriheni në fushën kuantike, stërvituni që kur të futemi në fushën kuantike të lëshoni çdo gjë, të lëshoni komplet, të kaluarën, emrin, identitetin, stërvituni që të shkriheni, të bëheni një me frekuencët, sepse në retreat do shohim mrekulli, dhe të gjithë ju që do na ndiqni nga Instagrami, sepse do postojmë shumë story të ndryshme, do shohim nëse bëjmë ndonjë live, po na ndiqni dhe nga Instagrami, sepse ngjarjet që ndodhin në retreat, ato gjëra që ndodhin në retreat, hapin rrugë. Dhe realisht hapin rrugë dhe hapin mundësi, hapin një perspektivë të re për atë që mund të bëj njeriu. Sepse njeriu është krijuar në formë hyjnore dhe mrekullit nuk kanë fund. Me zi pres, çdo moment që mblidhemi bashkë. Vazhdoni të lidheni me zemrën. Të lidheni me zemrën tuaj. Jeni mrekulli. Ju përqafoj fort dhe bashkë do shihemi sërish, do dëgjojmë sërish. Nesër do hedh edhe videon, do ju tregoj edhe për detyrën, edhe pse këtë e bëm. Detyra tjetër është që të vazhdoni me integrimin e ndjenjave të reja në formën që ju dëshironi. Mund t'i shikoni edhe një herë këto live, mund t'i shikoni me radhë nga fillimi, ose pastaj mund të zgjidhni njërin nga këta meditime dhe ta bëni më shpesh. Sepse sa më shpesh e bëjmë diçka, kur e përsërisim diçka, çfarë ndodh? Ajo regjistrohet. Ju dua përfund. Jemi kënaqur pafund të ditë. Më shkruani pastaj, më shkruani në komente, si ndikuan tek ju, si ndikuan këto ditë tek ju, çfarë ndodhi me ju, sepse jemi kënaqur përfund. Çdo herë që takohemi, nisemi për një rrugtim të ri, për një aventurë të re, dhe çdo herë që takohemi pas çdo meditimi, mbaj mend, ne të gjithë jemi në një dimension të ri, në një jetë të re, si një njeri i ri. Ju puth fort, ju përqafoj, ju dua pafund dhe natën e mirë. Natën e mirë. Urime të gjithëve, ja dolo.